Irlanda e Veriut është përfshirë nga një valë trazirash kundër emigrantëve, ndërsa protestat kanë hyrë në natën e dytë të tyre mes tensioneve të larta dhe përplasjeve me policinë. Në zonën e Newtown e IB, protestuesit hodhën objekte ndaj automjeteve të policisë, ndërsa forcat e rendit u përgjigjën duke përdorur topa ujë për të shpërndarë turmën. Pamjet e publikuara nga vendngjarja tregojnë përballje të drejtpërdrejta mes protestuesve dhe policisë. Trazirat nisën pas qarkullimit në rrjetet sociale të një videoje që lidhet me një sulm të rënd me thik, ndërsa një burr me origjinë nga Sudani është vënë në akuzë për tentativë vrasjeje. Një natë më parë, protestues të maskuar dojgjën banesa, automjete dhe barrikadat në disa zona të Belfastit. Si pasojë e dhunës, disa familje u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre për arsye sigurie. Sipas politikanëve, vendas objektivat kryesore të sulmeve kanë qenë banesat e familjeve që i përkasin pakicave etnike, duke rritur shqetësime për motive raciste pas incidenteve. Përplasjet e së martës lënë të plagosur dhe 2 efektiv policie, ndërsa autoritetet raportuan një klim të fortë pasigurie dhe ankthi në komunitetet e prekura. Protestat të ngjashme janë zhvilluar dhe në qytete të tjera të Mbretërisë së Bashkuar, përfshirë Bangorin, Glasgow dhe Londrën. Në kryeqytetin britanik, grupet e ekstremit të djathtë u përballën me policinë dhe artikuluan slogane kundër emigracionit. Për të përballur situatën, policia ka angazhuar rreth 200 oficerë shtesë në Belfast, ndërkohë disa shkolla mbyllën aktivitetin më herët gjatë së mërkurës, ndërsa shërbimet e transportit publik u pezulluan për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Autoritetet vijojnë të monitorojnë situatën, ndërsa bëjnë thirrje për qetësi dhe shmangje të akteve të dhunës që rrezikojnë sigurinë publike.